Kombëtarja shqiptare e futbollit ka mbyllur pjesëmarrjen e saj në grupin eliminator të botrorit duke arritur për herë të parë në play-off, një arritje shkëlqyer e një grupi futbollistësh që po ecin drejt një ëndre të pabesueshme për tifozët shqiptar, por edhe në këtë rrugtim ka një paradoks shumë të madh. Ai ka të bëjë me Medon Berishën. Mesfushori talentuar prej 2 sezonesh po aktivizohet me rregullsi në radhët e Lecces në Serie A dhe në edicionin aktual është në formën e tij më të mirë me këtë skuadër, duke qenë protagonist me lojë, gola dhe duke u zgjedhur edhe nga ekspertët si lojtari i ndeshjes në elitën e futbollit italian. Ftesat për të nuk kanë munguar, por minutazhi në fushë po. Në mënyrë paradoksale, trajneri Silvinho nuk e ka aktivizuar asnjë minutë talentin i cili po bën emër në Itali. Gjatë të gjithë eliminatoreve, djaloshi 22 vjeçar ka ndjekur ndeshjet nga stoli, pa dhënë asnjëherë kontributin e tij në fushë. Sigurisht, Aslani, Shehu, Laçi, Ramadani dhe Bajrami kanë qenë gjithmonë zgjedhjet e para për Silvinhon përmes fushën. Më pas ai ka preferuar që të aktivizojë në 4 ndeshje zyrtare Pajazitin, por jo Berishën, të cilit i ka rezervuar gjatë gjithë vitit 2025 minuta vetëm për ndeshjen miqësore ndaj Gibraltarit, ku ishte një nga më të mirët në fushë. Një situatë që duket absurde për një futbollist i cili aktualisht duket në kulmin e formës së tij sportive.